Një ngjarje e rëndë të shënuar paraditën e së hënës në qytetin e Durrësit, ku një baba ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare, si dhe një të ri kalimtar që ndërhyri për të ndaluar konfliktin. Sipas policisë, autori është Mikel Ndoj, 56 vjeç, i cili pas sulmit është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është në kërkim. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10. Vajza e plagosur, Jessica Ndoj, si dhe i riu Onard Memlika janë transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, ku burime mjekësore bëjnë me dije se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas dyshimeve paraprake, konflikti ka lindur për shkak të mospranimit të autorit në familje. Mësohet se 56 vjeçari kishte kryer burg në Itali dhe ishte kthyer së fundmi në Shqipëri, ku kishte kërkuar të ribashkohej me familjen, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga vajza e tij. Kjo dyshohet se ka çuar në përshkallëzimin e situatës, duke bërë që ai t'i shkonte vajzës në vendin ku ajo punonte dhe ta plagoste me thik në rrugë. Gjatë ndërhyrjes për t'i ndarë, një kalimtar i rastit ka mbetur gjithashtu i plagosur. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërkohë që vijojnë kontrollet për kapjen e autorit.